Për shembull, një hipotezë shumë e madhe gjatë dekadave që përcjellet është niveli i vitaminës D, përkatësisht ekspozimi në dritën e diellit. Pse kështu? Sepse duke rënë nga polet në drejtim të ekuatorit, prevalenca ose manifestimi i sklerozës multiple bie. Pra shumë ma shumë raste ka në shtetet skandinave dhe duke shkuar nga shtetet e Evropës qendrore dhe duke ardhur te ne, raste me sklerozë multiple shkon duke u paksu. Gjë që ndoshta deri para disa vitesh ose para një dekade dy ka mundur të jetë e vërtet, mirë po tash ajo diferencë që ka qenë aq e madhe në krahasim me shtetet skandinave, në krahasim me shtetet e Evropës juglindore ose shtetet e Evropës qendrore shkon duke radhë. Ne po e shohim edhe nga statistikat tona që po e afrohemi asaj. Kështu që kjo ka qenë një hipotezë për shembull për shumë vite që është ushqy. Po në anën tjetër diçka nga praktikat që po e hasim ne, sigurisht mund të them, nuk kam një statistikë të prerë, po 80% e njerëzve në Kosovë, për të cilëve ju kërkon analiza laboratorike, pa marrë parasysh a dyshon në sklerozë multiple apo në jo, vitaminën D e kanë të ulët. Mirë po, jo 80% e njerëzve në Kosovë, jo që 80% e njerëzve vuajnë nga skleroza multiple. Po, saktë. Kështu që kjo tregon që vitamina D ose ekspozimi në dritë të diellit mund të jetë një faktor që ndihmon, por jo që është shkaku i vetëm. Pastaj teoria e infeksioneve virale të cilat i kalojmë ne, a mund të konsiderohet si një shkaktar që i shton sëmundjet autoimune. Ekzistojnë disa viruse të cilët lidhen sidomos me etiologjinë e sklerozës multiple, që është virusi i Epstein-Barrit, po ashtu edhe virusin e Epstein-Barrit në fëmijëri të gjithë ne infektohemi me këtë virus dhe bim në kontakt. Dhe sigurisht një përqindje shumë e madhe e popullatës po testohet për këtë virus, do të ketë i memorien imunologjike që është infektu nga virusi, por sërish prap nuk është se të gjithë smuren nga skleroza multiple ose nga sëmundja autoimune. Kështu që kemi një mix të një predispozite gjenetike konstitucionale dhe shumë faktorëve të tjerë ambiental të cilët në një moment mund të shërbejnë ndoshta si ai faktori nxitës ose trigger i cili e inicon në sistemin ton nervor qendror një proces që fillon me dëmtu mielinën, mbështjellësin e nervave, dhe që bëhet shkak për zhvillimin e një sëmundje që në këtë rast pikërisht edhe emërtohet si sëmundje demielinizuese, pra një sëmundje që e dëmton mielinën dhe i hap rrugë manifestimit.